Përshëndetje të dashur miq dhe miq të ardhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Jemi në sezonën e verës ku kemi tani fruta të ndryshme dhe tani në sezon e kemi kajsin. Dhe sot kam zgjedhur që së bashku të përgatisim një kek me kajsia. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht përgatisim brumin e ëmbëlsirës. Në njën më të madhe dhe më të thellë shtojmë 4 vezë të plota në ambient të dhome. Tani vazhdojmë që të shtojmë të vezët 8 lugë gjelle me sheqer, por ju lutem bëni kujdes që vezët t'i keni në ambient dhome kur përgatisni ëmbëlsira. Tani vazhdojmë që ta përzijem me mikser për 2-3 minuta derisa vezët dhe sheqeri të shkumuan. Pasi shkumuan mirë vezët dhe sheqeri, vazhdojmë që ta shtojmë qumshtin. Qumësht do të shtojmë 250 ml. Vazhdojmë të shtojmë vaj do të shtojmë 200 ml. Marrim njën më të vogël dhe aty shtojmë 12 lugë gjelle me miell. Tek mielli do të shtojmë 2 lugë gjelle të plota me një shiste. Tek mielli shtojmë një pako pluhur për pjekje, si dhe një vanil sheqer për aromë më të mirë. Përzijem një herë me lugë që mielli, një shistja dhe pluhuri i pjekjes bëhen bashkë. Vazhdojmë tani që ta shtojmë këtë përzierje tek brumi. Dhe përzijem edhe një herë të fundit me mikser derisa të gjitha produktet të lidhen bashkë. Tani marrim një tepsi mesatare, poshtë tepsisë kam shtruar gjalp. Dhe brumin që përgatitëm e shtrojmë në tepsi. Dhe si që thash në fillim të videos, se këtë kek do të përgatisim me kajsia, por ju mund të përdorni cilin do lloj frut që ju e pëlqeni, por më besoni se me kajsia bëhet të jeti mirë. Do të marrim dikun 4 deri në 5 copë kajsi, të cilat i kemi larë mirë paraprakisht me ujë dhe do t'i ndajmë në pjesë më të vogla. Dhe tani vazhdojmë që ta përgatisim pjesën e kremit që të ta shtojmë sipër ëmbëlsirës me krem djathi. Pasi shumica nga ju më pyetni se cili është lloji më i mirë i kremit të djathit dhe unë zakonisht zgjedh produkte cilësore në gatimet e mia, po ja demonstroj edhe juve se si duket paketimi. Unë zakonisht kur përgatis cheesecake e përdor këtë lloj të krem djathit, labne nga Pënar. Mund ta gjeni në të gjitha marketet më të mëdha. Për këtë recetë do të kemi nevojë për 250 gram krem djathi. Pra paketimi që unë po e përdor është 400 gram, do të shtojmë pak më shumë se gjysa për ta bërë 250 gram. Tani te krem djathi do të shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer. Shtojmë edhe një vezë të plotë. Dhe tani përzihem mirë që krem djathi, veza dhe sheqeri të përzihen dhe të bëhen bashkë. Dhe tani vazhdojmë që t'i lidhim. Fillimisht i shtojmë kajsit sipër brumit. Dhe tashti, pasi që i kemi shtuar kajsit, vazhdojmë me lugë gjelle të shtojmë sipër nga kremi i djathit. Dhe vazhdojmë me pjekjen në furrë të parangrohur në 200 gradë, dikun prafërsisht 20 deri në 25 minuta.